Në komunikimin e përditshëm virtual me qytetarët, Sali Berisha u pyet edhe për deklaratat e tij të vazhdueshme kundër strukturës së posaçme antikorrupsion. Sipas liderit demokrat, betejë me SPAK-un nisi kur prokuroria mbrojti krimin elektoral. SPAK-u u bë gardian i krimit kushtetues elektoral dhe unë betejën time kundër këtij institucioni nuk e fsheh. E kam filluar pikërisht atëherë kur u billa dhe konstatova se ky institucion është armik i egër i pluralizmit. Kush të doj, le të marr deklaratat e mia. Ata patën paftyrsinë të më dërgojnë mesazhe, duke besuar se do mund të shuanin zërin tim. Por kur, ajo s'mund të ndodhte. Dhe sot, po faktohet që ai ushtrua në një vegël, në një armë të partisë shtet. Përsëri, ju keni shumë të drejtë që përmendni krimet e ministrave, por për Sali Berishën dhe për ju garantoj se krimi i tyre është amnistia e krimit elektoral. Pse? Sepse ata zgjedhjet kanë dy aspekte. Kanë aspektin e zhvillimit tyre, ku forcat politike ekzekutivi kanë përgjegjësinë e tyre, po kanë aspektin e trajtimit të gjitha parregullsive, të cilat janë totalisht kompetencë dhe atributi i SPAK-ut. Berisha shtoi se prokurorët që hetuan rastin e zëvendës kryeministres ishin të guximshëm, por sipas liderit opozitar, atyre u shpalli luftë kryeministri Rama.